Policia e Tiranës ka publikuar bilancin e punës për muajin maj, duke bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe janë goditur një sër veprimtarish kriminale që përfshin trafikun e drogës, mbajtjen në paleje, krimin ekonomik, lojrat e fatit dhe falsifikimin e dokumenteve. Në total janë evidentuar 1436 vepra penale të ndryshme, nga të cilat 1331 raste janë zbuluar, duke arritur në një nivel zbulueshmërie prej 92.6%. Gjatë muajit maj dhe dhjavoshit parë të muajit qershor janë evidentuar 1436 rastet të ndryshme të veprave penale, për të cilave janë zbuluar 1331 ose 92.6%. Po këto vepra penale janë identifikuar 1376 autor të dyshuar, nga të cilat 247 janë vënë në pranga, arrestuar dhe ndaluar, si dhe janë proceduar 1055 në gjendje të lirë, si dhe janë shpallur në kërkim 60 autor. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 58 operacione policore për goditje e inventarisë kriminale në fushën e narkotikëve, armbajtje paleje, goditje e lojrave të fatit, koncentrave, prostitucionit, krimit ndaj personit, të pronës e të tjerë. Një nga aksionet më të rëndësishme të kësaj periudhe ka qenë ai koduar zonat, ku në bashkëpunim me aksionet e tjera policore janë sekuestruar mbi 2.7 kg lëndë narkotike, përfshirë kokainë dhe heroinë. Ndër operacionet të rëndësishme, mund të përmendim 4 fazat e operacionit Zonat, për goditjen e shpërndarjes së drogave në afërsi të shkollave dhe zonave të ndryshme në qytetin e Tiranës. Gjatë këtyre fazave dhe disa goditjeve të rasteve të tjera, në këtë fushë janë sekuestruar rreth 2.7 kg kokainë dhe heroinë, shumë të konsiderueshme parash, si dhe sende prova të tjera që lidhen me inventarinë kriminale. Operacioni Rjeti dhe disa goditje të tjera ku janë sekuestruar 17 armë zjarri, municione luftarake, 6 granata defensive dhe 1 kg lëndë plase. Autoritetet theksojnë se këto rezultate tregojnë intensifikimin e punës policore në goditjen e grupeve kriminale dhe rritjen e efikasitetit në zbardhjen e veprave penale në kryeqytet.